Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemi këtu në Xhamian Ibn Taymija në Tiranë dhe kam ardhur për ta vizituar njërin nga kolegët e mi, i cili është imam në këtë xhami, bëhet fjala për Ylber Kotarin. Faleminderit që gjete kohën na u përgjigj ftesës për këtë intervistë. Allahu të shpërblet dhe ti, Shekh Hasati. Mirë, për fillim, a ke mundësi që të na prezantosh më detajisht lidhur me biografinë tënde? Biografinë po kaloj jo bash detajisht, po në pika kryesore. Po kaloj disa pika kryesore, e kupton. Unë origjina ime është nga Kuksi, nga Kalisi, vendlindja ime, dhe nga atje jena shprëngull rreth moshës 16-17 vjeç, 16 vjeç mund të kemi qenë, që banojmë që nga e kohë banojmë këtu në Bathore Kamës, apo Kodër Kamës, si quhet, dhe jemi shprëngull t'ja thush pjesë e madhe të zonës Veriut që kemi ardhur, edhe kemi ardhur edhe si lagje këtu, po të shofsh në lagje, domethënë jena pjesa më e madhe është i fisit tim, kemi ardhur si lagje. Edhe falenderojmë Allahun i cili na ka udhëzuar në Islam dhe na ka mësuar që të kemi edhe një objekt fetar, që është xhamia, sepse xhamiat janë vendet më të dashura që i don Allahu. Xhamiat janë burimi i dritës, në qoftë se ati zbatohet Kurani dhe Suneti i Profetit alayhis salatu wassalam, ashtu siç ka urdhëruar Allahu dhe i dërgumi i tij, dhe e falenderojmë Allahun për këtë mirësi të madhe. Para 20 e sa vitesh kam studiuar në Damask. Pas jam shprëngull, jam kthy edhe kam qenë imam diku tjetër në qendër të Bathorës, në një xhami tjetër, një 8 vite. Pas asaj jam shput prap 2 apo 3 vite. Dhe kam qenë në Kairo, kam studiuar edhe në Kairo, në disa qendra islamike, dhe jemi kthy edhe jemi gati 10 vite kemi, domethënë që jam në këtë xhami, e cila është në lagjen time, edhe i lutmi Allahut që të na jap sukses. Dhe të jemi në rrugën e saktë Profetit alayhis salam, sepse sot është Islami është i përgjithshëm. Çdo njeri thotë jam musliman, jam besimtar, e kupton? Elhamdulillah, falenderoj Allahun që më ka udhëzuar. Kurse i përveçmja apo ato gjanat që kërkohen detajume është udhëzimi në rrugën e Muhamedit alayhis salatu wassalam. Sepse grupet, fraksionet, mënyra e thirrjes së davetit, lakapet, gjanat e ndryshme, thirrjet e ndryshme janë të shumta. Edhe sot në këtë kohë që jetojmë ne, duhet shumë kujdes. Pasi që e përmendë këtë çështje, dua të futem me një çështje me rëndësi, që ka të bëj me aktualitetin, në veçanti që ka të bëj me një farë forme, një farë përgjithësimi, ose një farë zmadhimi që e bëjnë nga njëherë mediat që e ndërlidhin kësaj islamin me terrorizmin. Gjërat kësaj natyre, çfarë ke për të thënë për këtë çështje? Një pjesë e mirë, elhamdulillah, jam vetëdijtësu. Dhe e din se çka Allahu i lartësuar urdhëron në Kur'an dhe Muhamedi alayhis salatu wassalam në Sunet. Sepse po të shohësh ti jetën e të dërguarit të Allahut, do kuptosh që Islami s'ka asnjë lidhje me terrorizmin, edhe sido që ta quajnë ata. Sepse ne po shohim sot fakte dhe njerëzit po i hapin syt më. Po shohin domethënë se kush është Islami, kush janë njerëzit të cilët janë vesh apo njerëz të cilën se kanë kuptuar si është Islami, por si janë veshin. A ka nga këto fraksione kemi plot. Dhe nuk është ndoshta koha, po nuk e di. Ne kena plot dhe unë jam kundër këtij fraksioneve të cilën kanë devijuar nga rruga e Muhamedit alayhis salatu wassalam. Dhe grupet më të mëdha që mund të kemi, po flas këtu në vendin tonë, edhe jashtë vendit tonë, dy grupet e cilët i kanë hallakat pak njerëzit, sepse njerëzit duhet ta dinë vërtetën. Tregova kush është Islami, pastaj e merr apo se merr, është në dorë të Allahut ajo. Ai di vetë pastaj. Do të më marr le ta marr. La ikrahe fi din. Nuk ka dhënë fe thotë Allahu i lartësuar. Ama ti duhet t'ia tregosh Islamin siç është. Për shembull, kemi xhawarisht, të cilët edhe besimtarët musliman i kanë bërë mosbesimtar. I luftojnë, i vrasin. Përkundrazi ata e quajnë shpërblim me vrarë. Një nga këta lloj njerëzish, dhe kjo është grup shumë problematik dhe njerëzit duhet që ta tregojmë dhe ta bëjmë qartë, që ne na larg këtij lloj fraksioni. Kemi edhe fraksionin tjetër i cili është kundërshtim me xhawarisht që janë murxhit. Edhe murxhit nuk lanë mosbesimtar pa e bën musliman. Tani prit më tregoja të vërtetën tjetrit. Mos e ilustro, mos i bëj shefin, sa ai ka për të kërkuar llogari ditën e gjykimit. Nëse ti nuk ja tregon.
E merr apo se nuk e merr është puna e tij. I përshtatet apo si përshtatet, ajo është puna e tij. Ti ke të drejtë ti tregosh që ti vëlla, këtë që bën, kjo është shirk, kjo është kufër, kjo të nxjerr nga Islami. Apo kjo që bën ti kjo është pikje se ka bën Muhamedi alayhis salatu wasalam, sepse ne kena bidat që të nxjerr nga feja, siç është shirku, dhe njerëzit duhet më qartësu, dhe kena bidat i cili se ka vepruar Muhamedi alayhis salatu wasalam dhe ka dënim për to, ama nuk nxjerr nga feja. Kështu që edhe grupi i murxhive i cili është i përhapur, Në gjuhën bashkore mund t'i themi liberal, apo jo? musliman liberal deri diku. Sepse mund të kena tolerant që tolerojnë disa pika, po kena të tjerë liberal që tolerojnë domethënë atë pikë saqë Liberal ekstrem. ekstrem të quhet. Po këta janë i llojit ekstremit. Edhe këto grupe normalisht duhet që të tregohet njerëzve që ky lloj apo ky lloj grupi janë larg asaj çka kërkon Allahu i lartësuam tek ne. Dhe terrorizmi e vetëm një argument të tregosh normalisht që njerëzit do të reflektojnë. Një argument nga Kurani apo nga Suneti i Mashë, njerëzit do të reflektojnë dhe të shohin. Përderisa Muhamedi alayhis salatu wasalam kur i niste ushtrim për luftë, i urdhërojte u jepte pikat të cilën ata duhet të zbatonin. Nër pikat çka ishin? Mos me sulmu ata që nuk sulmon, mos me vra pleqt, mos mi shkatru apo mi vra, domethënë njerëzit që janë futku në kisha, në faltore. Mos me prej pemt kur të ecë rrugës, mos me shkel në tokat të cilës sapo janë mbjell. Kishte Muhamedi alayhis salatu wasalam, me mëshiru gratë, fëmijët, pleqt, kurse sot nuk po mëshirohen. Dhe kjo është e kundërta e asaj që këta pretendojnë. Nuk e dinë se kush është feja Islam ashtu siç duhet. Dhe ne, është e drejta e hoxhallarëve, të gjithëve në përgjithësi, edhe thirrsave, edhe atyre që kanë mundësi, që t'u shpjegojnë dhe të tregojnë. S'ka nevojë këtu, as më shah, as më ofendu, as më komentu, as më tregoj kush është feja dhe vazhdo. Siç thotë Shehu Islam ibn Taymija, këshilluesi nga qortuesi dallon. Sepse këshilluesi vjen të ajo këshillën, thot për hir të Zotit. Ne mosh, falënderimi Allahut dhe elhamdulillah, se more unë e kriva detyrën. Kurse qortuesit vjen aty dhe të bezdisur ka nga këto tipa, dhe ndoshta realisht më bën shkak ti që ai as mos ta pranoj, as mos ta marr këshillën. Kjo pak a shumë lidhje me. Falenderojmë shumë për këtë intervistë. Lutem Allahun që ta bëj të dobishme dhe të vetëdijsuese për gjithë shikuesit dhe dëgjuesit tonë. Faleminderit shumë. Allahu të shpërbleft, Allahu të nderoft dhe i lutem Allahu të lartësuar që të na bashkojë vetëm hajër, mirësi, të na bashkojë aty ku mexheliset janë të frishme, të dobishme dhe vetëm këtë mirë inshallah do fitojmë kënaqësinë e Allahut, triumfin këtë botë edhe botën tjetër dhe i lutemi Zotit na bëj prej banorëve të xhenetit Firdaus, Allahumma amin. Amin.